Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, e përshkruan profetin në mënyrën më të bukur, teksa thot: ai ishte njeriu më bujar, më i sinqert në fjalë, më i butë në zemër dhe më i drejti në sjellje. Por ajo që tërheq vëmendjen është se madhështia e tij nuk shfaqej vetëm në momentet e mëdha. Profeti ishte aq i thjeshtë dhe i afërt me njerëzit, saqë kur dikush e takonte, ai jepte ndjesinë se ishte personi më i rëndësishëm në atë moment. Ai nuk e ndërpriste tjetrin ndërsa fliste, nuk e poshtëronte të varfrin dhe nuk e përdorte pozitën e tij për t'u ngritur mbi të tjerat. Imam Aliu na mëson kështu një të vërtetë të jashtëzakonshme, se madhështia e profetit nuk kishte se njerëzit kishin frikë prej tij, por se zemrat e njerëzve ndiheshin të sigurta pranë profetit të Allahut.